Jap tashme kryetrajnerin e PES, Greg Gibson. Coach, Vllaznimi dominated PES, let's say, on the paint. They scored 64 points. Do you think that was the weakness of PES tonight? Not protecting the paint. Absolutely, we got destroyed inside. So you just can't give up that many uncontested baskets inside. We were just soft all the way around, and not just the bigs, but perimeter guys with not allowing, or allowing easy passes to go into the post. So yeah, that's what happens. Also, coach, your team, let's say, woke up kind of late on offense. They tried to come back, but what went wrong in offense? Well, we're real stagnant right now. We don't work well together. We're a selfish team, and when you're selfish and still score, 85 points, it's kind of a sad scenario. But that's how it is. I would hope the guys would like each other a little bit more and work together a little bit more, but that obviously is not the case. Thank you so much, coach. Thank you for it. Thank you. Ishim tash edhe me trajnerin e PES, kryetrajnerin Gibson. Fillimisht e pyeta me dominimin e skuadrës së Vllaznimit në pjesën e lyer ku shënoi 62 pikë. A ishte kjo edhe pika më e dobët e PES? Unë ta thaj definitivisht po. Ne luajtëm shumë dobët, nuk arritëm të mbulonëm disa gjuajtje nga afërsia, një ashtu edhe për ne është e papranueshme që Vllaznimit lejonin të shënonin pikë të pakontestuara. Një ashtu e pyeta edhe në lidhje me sulmin e PES, çfarë nuk shkoi, u zgjua shumë vonë. Ai tha që ne u treguam një skuadër shumë vetjake, lojtarët u treguan që nuk pëlqejnë njëri tjetrin, nuk bashkëpunuan në sulm dhe shpresoj që në ndeshjet e ardhshme lojtarët të fillojnë të pëlqejnë dhe të luajnë së bashku. Një ashtu AJC-ku edhe që për të shënosh 85 pikë me një skuadër që është shumë vetjake, është edhe një skenar shumë zemrues. Një ashtu ai edhe e potencoj që duke shpresuar që lojtarët e tij do vedisohen më shumë në aspektin e sulmit dhe të jenë më skuadër apo të jetë një ekip më i bashkuar që bashkëvepron edhe luan duke e shpërndar topin dhe duke punuar së bashku. Kjo ishte edhe intervista e dy trajnerëve, fillimisht Hana dhe tashmë edhe Gibson. Mua Andi Loxhi nuk mbet asgjë tjetër vetëm se t'ju falenderoj gjithë juve që është me mua në komentimin ndeshme pas edhe me intervistën. Nga natën mirë dhe mirë mbeshjes, të mirë.